Jo, mundesh mu inspiru prej një detaje, për shembull se janë brendet botërore shumë të mëdha të cilat vendosin për trendet që ndodhen çdo vit, edhe pastaj ne të tjerët inspirohemi prej atë, po nuk do me thonë me kopju plotësisht veshjen ose plotësisht koleksionin, mirë po inspirohesh për shembull të ngjyrat, për shembull të disa detaje të cilat janë pjesë e atij koleksioni, ose të lloji materialit të cili është përdorur në atë vit ose në atë sezon. Edhe ky masej është inspirim, kur të merr një detaj edhe ja jep frymën e brendit dhe identitetit tanë që ka brendi jot. Ndërsa kopjem është kur të merr copy-paste të gjithë koleksionin ose të gjithë veshjen, që shpesh ndodh që është e shumë, po masnej qëtu dallojnë masnej edhe dizajnerat edhe brendat, sepse brand është dikush që ka kriju identitet, është dikush që kur e shen një produkt që ati dizajnerit të e identifikon pa e pa logon e ati brendi. Ka të tillë shqiptar i identifikon ti?